Kur asnjëherë më parë Shqipëria nuk e ka pasur buzëqeshjen e fatit siç e ka sot. Kjo nuk është rruga drejt parajsës, askush nuk e pretendon këtë, por është rruga e sigurt drejt një realiteti ku për herë të parë në historinë e tyre shqiptarët do të jenë më të sigurt dhe më të mbrojtur nga çfarëdo lloj kthese e rrethanave të historisë në dëm të tyre. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe. Po na buzëqesh fati sepse janë bashkuar të gjitha yjet dhe janë vënë resht në mbështetjen e kësaj ëndre që ka qenë shekullore e shqiptarëve që gjithmonë kanë parë nga perëndimi, por pavarësisht se ata kanë parë nga perëndimi, gjithmonë pamja nga perëndimi ju është mbyllur. Janë bashkuar yjet sepse nga një anë ne kemi bërë një punë të madhe, dhe them me plot gojën të madhe, për ta ndryshuar pozicionin e Shqipërisë, që deri dje ishte e përbuzur, dhe për këtë janë dëshmitarë gjithë shqiptarët që janë jashtë apo që dilnin jashtë dhe mjafton të tregonin pasaportën dhe të shikonin fytyrën e policit në kufi për të ndjerë se ka diçka që nuk shkon me të qenit shqiptar.